Se që të gjithë kem dëshmitor që u dasht me prit, me po kush prej qeveris, për del me prezentu këtë pik edhe qëndrimin e qeveris për këtë vendim. A dini pse? Se ju vje morre. Ju vje morre qeveris, ju vje morre Albin Kurtit, se 20 vjet ka gju gur, e ka koll këtë ven, jenë shku njerëz në burg, jenë shku themelus dhe vetëvendosjes në burg, me qëllimin që duhet me shu Agjencinë Kosovare të Privatizimit. E sot mas 26 vite e bjen Kuvend Kosovës me emnu bordin e drejtarëve të ri. Pse nuk u shu Agjencia Kosovare e Privatizimit? Qysh ndihen themelues të vetëvendosjes sot? Qysh ndihen ata aktivistat devotshëm sot? Për çfarë vjen morë Albin Kurtit? I vjen morë ministra vti edhe dohet Elbert Krasniqi që s'ko të bëj me vetëvendosjen, me dol, me prezentu. Që çfarë niveli, çfarë stote. Duhet me reflektu se cili deputet edhe nuk duhet me votu. Merë një këshër një antort e propozum, 3-4 prej tyne i kinin procedur penale për korupcion. Dhe AKP kemi thënë që do të shuhet dhe AKP do të shuhet. Kjo është deklarata e maj 2021, kur Albin Kurti tha se AKP do të shuaj. Po, ai nuk e ka ditë që pe asoj dite tek ma vonë funksionon si pas profiterizmit klasit shtetnor, si pas paras, e nuk funksionon si pas parimet. Ku nga 7 të propozuar, 3 janë me çështje penale në të kalumën. Pra, tjetër herë, unë edhe mos i kryesuesën e kena pe juristës, prej Ministrisë Drejtësisë, unë e propozoj që mi marë direkt pe burgut, a den edhe sakte deni, kanë me marë, edhe i merë njerës që janë të validum si kriminel, edhe i benin borde, i votani vetë se jo dhe ashtu kështu nuk i qitë një filter heq. Ju shkatë thët partia e votani. Po të ndërë... Shumë që ditë shemosh se krejt ato që ka i keni pas ju kauza, që i keni kundërshtu, kur keni qenë opozit, ju i keni bo realitet. Krejt i keni bo realitet. Keni thonë që s'ka mo me pas agencion që keni me shu, e ju keni vazhdu me shpronësime, keni vazhdu me këtë agencionin e prona për privatizim. Edhe sot e meni si të mirë qenë, apo i bjen kjo, se qeveria e vetë vendosjes, krejt ata njerëz që ju kanë shërby, nuk ka lidhje a kanë akta akuza, nuk ka lidhje a jënë zonë me drogë, apo qka ju i avansoni në propozita udhëhecse, pse ju kanë shërby kauzave të juaja. Fondi Sovran, i cili ka qenë zotimi joni dhe që pra do të zëvendësoj AKP-n, është miratuar këtu në këtë kuvend në 15 dhjetor 2023 me 62 vota për. Dhe edhe këtë e keni dërguar në gjykatë kushtetuese, ku po pret që 852 ditë që të marrim përgjigjen. Sa po të miratohet Fondi Sovran, do të mbyllet edhe AKP-ja. Pra, mos u brengasni fare për këtë, e votojmë bordin, vazhdojmë tutje, sepse kemi ftuar edhe një seancë në orën 17, e kemi tema besoj të rëndësishme për të diskutuar, si që është tema për zgjedhjen e presidentit, sepse po na presin të gjithë dhe unë po pres në shkrimet tuaja.